Laboratori shtetëror i automjeteve të thellësive detare, pjesë e qendrës së kërkimeve shkencore detare të Kinës, ka zhvilluar një pajisje të avancuar për prerjen e kabllove në ujore, e aftë të operojë deri në 4000 metra thellësi, sipas South China Morning Post. Ky sistem fillimisht është prezantuar për përdorim në operacione shpëtimi dhe minjera detare, por kapaciteti i tij për të prerë kabllot e çelikut të forcuar që transmetojnë 95% të dhënave globale ka shkaktuar shqetësim ndërkombëtar. Ajo është e pajisur me një disk prerës 150 mm të veshur me diamant, i cili rrotullohet me shpejtësi të madhe duke i mundësuar të shkatërrojë kabllot e telekomunikacionit pa lënë gjurmë të mëdha në fund të detit. Testimet e para tregojnë se mund të presë kabllot deri në 60 mm trashësi. Ekspertët kanë ngritur alarmin mbi rrezikun që kjo teknologji mund të përfaqësojë për sigurinë kibernetike dhe infrastrukturat kritike. Duke qenë e përshtatshme për operacione të fshehta dhe sulme hibride, ajo mund të përdoret për të ndërprerë internetin dhe rrjetet strategjike të dhënave. Kina kishte eksperimentuar me teknologji të ngjashme që në vitin 2020, kur një grup inxhinierësh nga Universiteti i Li Shuit në Zhejiang zhvilloi një pajisje prerëse për kabllot në ujore, duke argumentuar se në disa raste të jashtëzakonshme mund të jetë e nevojshme ndërprerja e tyre.